ushtria turke mund të mobilizojë brenda 24 orësh 1 milion forca. Pra, në aspekti ushtarak ajo është superfuqi. Askush nga këto vendet e lindjes mesme aty që ndodhen nuk mund të krahasohet në aspektin përjashto Iranin, pra heqim Iranin këtë aspekt, kurse pjesa tjetër nuk krahasohet me Turqinë. Pra është superfuqi rajonale. E qartë. Edhe në këtë aspekt, edhe me mungesën e F-35-s. Shitja e F-35 është një proces i cili ka ardhur gjithnjë në përplasje me çështjen e S-400-s që ka Turqia. Kjo ka qenë problematika. Kjo ka qenë problematika. Në momentin që Turqia bleu S-400-n, Amerika vendosi ta nxjerrte nga programi S-400-n ruse. Po, kjo ka qenë. Dhe tashmë varet se në çfarë pozitash është. Disa kohë më përpara diskutohej që Turqia Amerikanët kërkonin që Turqia t'ja shiste S-400-n Ukrainës. Po Turqia nuk mund t'ja shiste S-400-n Ukrainës. Dhe çfarë është bërë? Para 6 muajsh ka pasur një bisedim midis rusëve, amerikanëve dhe turqëve që S-400-n ta riblejë sërish Turqia, t'ja shesi indis me cilën ka një marrëveshje për t'i prodhuar dhe për t'i shitur diku të rreth 5-6 sisteme të tilla. S-400 deri në tashni ka dhënë 2, pra sepse prodhimi i tyre është i avashtë, dhe diskutohej që ka rënë bisedime për këtë dhe pothuajse në një dakordsi që edhe amerikanët janë dakord që rusët ta riblejnë dhe ta shesin, pra t'ja i shesin pastaj indianëve dhe indianët ta marrin këtë sepse kanë nevojat e tyre. Dhe në këtë moment Turqia mbetet pas S-400-n, e cila pastaj dhe mund ta përdorë F-35-n, sepse gjithë problemi ka te të dhënat e F-35-s. Në momentin që ti edhe e ndes S-400-n dhe F-35 është në ajër i merr të gjitha të dhënat e saj. Dhe problemi është që askush nuk ka garanci që kjo S-400 kur ndizet, rusët nuk e kontrollojnë këtë nëpërmjet satelitëve dhe të marrin të dhënat. Pra, ku flasim për të dhënat, kjo nuk do të thotë të dhënat e avionit, sepse të dhënat kryesore të avionit di, por konfigurimi i avionit në këtë radar. Dhe në moment që ti e konfiguron avionin në këtë radar, avion të padukshëm, në stealth. Po, konsiderohen të tillë. Në moment që ti e konfiguron këtë avion në këtë radar, automatikisht atëre e identifikon dhe mund ta godasësh. E godas në çdo kohë. Pra, kjo është qëndrimi i saj. Në gjithë aspektet e tjera është interes politik i Turqisë të prezantojnë në këtë moment të tillë, sepse Erdoğani ka dhe problemet e vetme politike të brendshme. Dhe në problemet e vetme politike të brendshme, të vetat që ka të brendshme, atëherë çfarë i duhet? I duhet një kontratë e F-35-s, i duhet një mbështetje e Shtetit të Amerikës për treguar që ne mritëm këtë kontrata të mëdha armatimi. Dhe mbulon debatin e brendshëm politik që ka nisur me opozitën dhe me problemet që ka të brendshme të opozitës. Po foli edhe për një kupol të çelik të Dritan, 24 miliard dollar nëse. Po, edhe ajo është folur, por nuk është hera e parë që ajo flitet, kjo kupol e çelik. Turqia është për Europën, nga Kosova e deri në vendet balltike. Është e pamundur ajo për të bërë, po gjithsesi ajo është si puna e saj kupolës së hartë që Trumpi për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra është e pamundur për të bërë ajo. Jemi tek paktën për një 30 vjeçar. Sepse sot, siç thash, nuk ke sisteme balistike mbrojtëse, nuk ke sisteme radarësh, pra që ti të bësh një kupol, duhet të shkosh e gjithë kjo zona këtu duhet e gjitha të mbrohet, po që të mbrohet me radar, duhet kemi një sistemi radarëve që funksionon është. Pra, armët që lëshojnë, raketat mbrojtëse, kundërajrore që këta duhet të lëshojnë, balistike duhet ta kenë rrezën më të afërt për goditjen 50 km. Pra, ti duhet të mbulosh gjithë të pjesët e Evropës, çdo 50 km ose çdo 150 km, ti duhet kesh një sistem kundërajror që pajisur me këto. Sa po janë firmosur kontratat tuaj. Kontratat sa janë firmosur. Duhet të fillojë prodhimi, po ky paralelisht me këtë prodhim ti duhet të ndërngesh edhe kapacitetet njerëzore të kësaj gjëje. Sepse këto nuk funksionojnë në vetë. Dhe kapacitetet njerëzore kanë të bëjnë me funksionimin, me mirëmbajtjen, me prodhimin. Pra është një proces riarmatimi i cili në rast se mbani mend në vitet 70 ishte ajo gara e riarmatimit, që quhet gara e armatimit, që nisi midis në atë kohën e luftës ftohtë, midis lufta e yjeve. Lufta e yjeve, gara e armatimit. Ajo gara e armatimi mori 25 vite. Ndërkohë që ishin në full kapacitet ushtarak të gjitha palët. Pra, edhe rusët, pra edhe sovjetikët, edhe perëndimi ishte në gjendje lufte gjatë gjithë kohës dhe NATO e atëhershme nuk është NATO e sotme. Pra NATO e atëhershme, vetëm Italia posedonte 1 milion ushtar të gatshëm në atë kohë. Sot i kanë 100.000. Pra shikoni si ishte. Dhe kishte industri ushtarake të zhvilluar komplet NATO dhe ju desh 25 vjet në këtë garë armatimi. Jo më tani që tashmë ti si ke asnjë këto. Pra këto duhet t'i ringresh nga e parë. Prandaj është një periudhë 30 vjeçare dhe atëherë mund të flasim për një NATO 3.0.
Por ama, e gjitha kjo duhet të shkojë në këto procedurat e tjera që NATO të kërkon të riformatimin dhe këtë ndryshimin e konceptit nga politika ushtarake në ushtarako-politike, që t'i përgjigjemi njëkohësisht sfidave të kohës dhe sfidave të aktorëve të ri që kanë dalë, sepse ata e kanë bazuar gjithë fuqinë e tyre politike te fuqia ushtarake. Dhe këtu është koncepti që kishin, nuk është koncept i ri, është një koncept i vjetër, ekziston që nga koha e Romakëve. Peranderia Romake funksiononte në këtë mënyrë. Peranderia Romake kishte bazë ushtarake dhe politikën e bazonte te ushtria. Pra Peranderia Romake të detyronte, të impononte një veprim, të thoshte politikisht bëhe. Në moment që nuk e bëj atëherë të sulmonte, dërgonte legionet Romake për të sulmuar. Kurse Bizanti nuk kishte ushtri, funksiononte nëpërmjet politikës dhe shërbimeve. Pra nëpërmjet mashtrimit. Po shkojmë te Roma, Dritan. Pra jemi te Roma sepse, siç e thash, edhe Rusia, edhe Kina, edhe Irani paraqesin fuqinë ushtarake bazë, pra e kanë bazuar imponimin e tyre politik e kanë bazuar mbi fuqinë e tyre ushtarake. Kurse neve aktualisht duhet të rrisim fuqinë ushtarake, që t'i përballemi këtyre, pra të tregojmë që kemi kapacitete ushtarake aktualisht të përballemi me ta. Kjo nuk do thotë që neve do sulmojmë Rusinë ose Rusia do sulmojë Evropën. Kjo gjë nuk ka për të ndodhur. E qartë. Jo, kjo është për të përballur sfidave të kohës që gjithçka çfarëdo që të vi nesër. Në këto kapacitete që jemi aktualisht e kemi të pamundur ta bëjmë, sepse kemi vënë politikën përpara dhe forcën ushtarake mbrapa. Duhet të ngrejmë forcën ushtarake në mënyrë që të bazohet politika mbi diku, sepse politika është fundja fundit llafologji. Pra, dhe në moment që ti nuk e bazon këtë llafologji me diçka tjetër, me një fuqi, atëherë kjo nesër bëhet e kotë dhe gjithkusht ta merr për bllaf dhe ta luan bllofin. Kulaçi dhe Kërbaçi, Dritan. Për këtë arsye duhet NATO të riorganizohet, e ka të detyrueshme riorganizimin, për mendimin tim, ku secili të marrë vendin që i takon në këtë NATO. Sepse kështu nuk funksionon. Nuk mund të barazohemi ne me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka dalë jashtë. Shtetet Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se ne themi aleat. Realiteti është që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë vllai i madh. Dhe vllai i madh nuk mund t'i thuash aleat. Vllai i madh mbetet vllai i madh. Të mos e gënjejmë veten. Prandaj do t'i japim vllait të madh atë që i takon vllait të madh. E qartë, Dritan. Të falenderoj shumë që të kisha. Dhe të falenderoj shumë që gjete kohën për të ardhur. Në këtë pjesë e emisionit është bashkuar me mua politologu Endri Tafani. Endri, kënaqësi që të kam. Gjithashtu. Endri, si po e shikon trajektoren e protestës tani më që kanë kaluar të 40-at e saj? Jemi në ditën e 41, nëse shikojmë ata që e shikojnë me cinizëm këtë dhe mosbesim këtë protest, sa vinë dhe shtohen duke thënë që numrat po zvoglohen, protesta po shkon drejt shuarjes dhe drejt dështimit saj. Si e mendon aktualisht protestën pikërisht në këtë moment ku ndodhet tani? Pse e quajnë të dështuar? Kjo është pikpyetja, domethënë mua nuk më duket se protesta është e dështuar. E para njerë protesta vazhdon. Pra, derisa ka njerëz që dalin dhe protestojnë aty, protesta është duke vazhduar. Pra nuk është se mbaroi protesta dhe po themi, ok, mbaroi si protesta. Pra, kjo është vërtet. Nëse i referohemi, pra, procesit protestës. E dyta punës, që të thua është dështim, është që protesta nuk dha efekt. Pra, dy janë gjëra që mund të thuash që ka dështuar, ose që nuk vazhdon procesi, ose që nuk dha efekt. Dhe sidomos mbi të gjitha është efekti. Rama vazhdon të jetë kryeministër, ligji për investitorët strategjike dhe për zonat e mbrojtura vazhdon të mbetet në fuqi. Pra këto ishin objektivat e protestës. Po, këto ligje vazhdojnë të mbeten në fuqi, por Rama ka vdekur politikisht. Domethënë, këto janë si punë atyre, si ti thua, është njëri që ka vdekur, por ka ca medalje në kraharor. Domethënë, thua, ja ku janë medalje dhe personi është, domethënë, është gjallë akoma. Jo, nuk është gjallë. Rama ka vdekur politikisht. Dhe këtë e kupton në momentin që shkon në protest. Pra, kur shkon protest dhe shikon atë frym që është në protest, ti e kupton që Rama ka vdekur politikisht. Rama thotë janë korbat dhe sorrat, po Rama po thotë çfarë të dojë, domethënë edhe në 90 Ramizalia thoshte që po themi ata që u futën në ambasadë etj ishin një shqitje kombit e këto, domethënë
Kështu që po t'i referohemi atyre që janë fjalëve të krerëve të shtetit për të etiketuar protestuesit kundër tyre, domethënë kjo është në Shqipëri nuk bën sens. Por e kam fjalën këtu që Rama realisht ka vdekur politikisht dhe kjo kuptohet. E para njëherë kuptohet nëse ti shkon në protestë. Dhe i mbetire çdo qytetar i Tiranës, domethënë apo edhe të Shqipërisë, që qoftë edhe një herë në jetën e vet të marrë pjesë në këtë protestë. Pra të shkojë aty dhe ta shikoj vetë me sytë e tij ato që është aty brenda. Pra frymën që krijohet, njerëzit, marrëdhëniet e njerëzve me njëri tjetrin, e gjithë atmosfera është diçka që është jashtëzakonisht ndryshe. Në historinë e Shqipërisë nuk ka pasur ndonjëherë protestë të tipit të tillë. As protesta e 90-s nuk ka qenë e tipit të tillë. Pra protesta e studentëve. As e 90-s nuk ka qenë kështu. Nuk ka qenë sepse ajo ka qenë me tjetër formë, domethënë sepse ishte me regjim sistemi, e ngjashme me këtë regjim sistemi, por nuk ka qenë e tipit të tillë sepse në protestën e 90-s për shembull ti nuk kishe fëmijë që dilnin në rrugë, nuk kishte prindër me fëmijë që të dilnin në protestë. Pra në protestën e studentëve në 90-s ka qenë kryesisht studentët, kanë qenë kryesisht edhe ata që kanë qenë sindikatat e punëtorëve që kanë dalë në protestë, por nuk ishte të rinj. Dhe prania sidomos e femrave ishte e kufizuar në 90-tat. Po, kjo është e vërtetë, ja, këtu kurse në këtë rast ti shikon që domethënë është një protestë e cila është gjithë shoqëria brenda. Dhe është një eksperiencë që është eksperiencë shumë e veçantë e cila nuk mund të përshkruhet në ekranet televizive. Domethënë ti sado që mund të flasësh në ekranet televizive, e ke të vështirë edhe ta transmetosh ato që është aty, t'ia transmetosh të tjerëve që të shikojnë me ta në ekranit. Prandaj them njerëzve që nëse duan të kuptojnë se për çfarë është kjo protestë ose për çfarë kam fjalën tani kur them që kjo protestë është ndryshe, është të shkojnë të marrin pjesë aty. Dhe kjo frymë e veçantë është mbie në kundërshtim me atë me mënyrën se si Rama po qeveris, domethënë dhe tregon që Rama tashmë nuk arrin më të mobilizoj njerëz apo nuk arrin më të krijoj frymë. Është një nga problemet që ka dhe PD-ja, për shembull, protestat e PD-s nuk krijojnë frymë. Dhe ne kemi parë këtë në numrin që sa vjen e bie. Sa vjen e vjen. Po, kjo është vërtet. Janë të tjera. Pra, dhe në politik, po nuk krijove frymë, je vdekur politikisht. Nëse nuk arrin të krijosh frymë. Dhe Rama nuk arrin të krijojë frymë. Dhe një kundër protest që tentoi me administratën që ta bënte tek aneksi i stadiumit kombëtar, prap u pa në fytyrat e njerëzve se sa të entuziazmuar ishin njerëzit që kishin vajtur aty me zor, domethënë, nuk arrin të krijojë më frymë. Dhe në këtë kuadër Rama ka vdekur politikisht. Një politikan i cili nuk arrin të krijojë frymë është i vdekur politikisht. Dhe Rama është i vdekur politikisht, thjesht do na haj varrimi i Ramës, varrimi në mënyrë zyrtare, pra që përfundimisht të largohet nga pushteti, do vënohet paksa për shkak të gjithë asaj strukture të madhe që ekziston. Ti mendon se do largohet Rama vetëm me qytetarë që protestojnë dhe bëjnë xhiro nëpër Tiranë? Çfarë, me fjalë, unë jam dakord që protesta e ka masivitetin. Protesta e ka konsistencën. Por mendon se vetëm me këtë qëndresë të qytetarëve, që është historike, dhe unë jam dakord me ty, Rama do t'japi dorëheqjen, sepse nuk shikojmë një ndryshim kursit e kryeministri. Domethënë, për Ramën këta qytetarë le të vazhdojnë, le të dalin aty para kryeministrisë, madje ishin ca skena kur këta po mblidheshin këtu, Rama kaloi me makinë iku. Ideja është që prapë sërish sot ka përmendur mandatet, që ne kemi marrë mandatet, kemi marrë besimin e qytetarëve për të qeverisur këtë vend. Ajo që ndodh me Ramën, pra imagjinoni Ramën sikur është në një karrige pushteti. Dhe karrige e pushtetit, dal që dal, ka ato këmbët e veta, pra, që karrige vendosën tokë dhe ti e ulur si për karrigës pushtetit. Ti vetë mund mos duash që të largohesh nga karrigja, po arrin një moment që karrigës i gryen ato këmbët
Pra fillojnë në i kalben këmbët, i gryen dhe ngadalë, dhe këputet një këmbë, këputet 2 këmbë, këputet 3 këmbë, edhe ti sikur të mos duash të qëndrosh më. Pra, nuk të japësh dorëheqjen, ti prap do biesh sepse karrika thyet. Kjo protest është duke thyer karrikën e Ramës. E them në mënyrë figurative. Duke goditur ato të cilat janë po e para njerë pse njerëzit i binden se ato që e mbajnë Ramën mbështet për shembull janë numrat në parlament, një nga këmbët e rëndësishme të karrikës që e mban në parlament, është Partia Socialiste që vazhdon të mbetet ne reduktojmë një gjë tek numrat, por numrat janë fuqi. Jo, nuk është puna se numrat janë fuqi. Që mund ta detyrojnë në këtë rast, në kodet asaj që duhet të them. Pra, kur ti po themi je në një shtet si që jemi ne i bindemi Ramës ose ne më saktë i bindemi qeverisë. Sepse kemi lidhur një kontratë sociale me shtetin. Për ata që nuk e kuptojnë idenë e kontratës sociale. Pra, ne kemi lidhur një kontratë sociale me shtetin, e cila është Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Po. Qytetarët e Republikës së Shqipërisë kanë shkruar një kushtetutë në 98-ën, në të cilën marrin zotimin që kjo është forma e shtetit që duam, dhe ne do i bindemi ligjeve të këtij shtetit. Kjo është teoria e kontratës sociale. Po. Dhe sot që shkojmë në parlament. Pra, janë zgjedhjet periodike dhe themi, ne kemi, i bindemi kësaj qeverie, sepse sipas kontratës sociale, kjo qeveri, pra, ne i kemi dhënë pushtet kësaj qeverie, dakor, që kjo të qeverisë. Dhe kjo është baza e pushtetit të qeverisë. Nëse qytetarët nuk duan të binden më, çfarë ndodh me ata 83 deputet në krahasim me 2,5 milionë shqiptar? Nëse 2,5 milionë shqiptar thonë ne nuk të bindemi më. Jo, jam dakord, po çfarë ndodh? Dhe kjo është ajo që po të thoje që të rikthehemi te kjo pjesa. Njerëzit që po shkojnë aty, pavarësisht se ne mund të duket pak si si kur e kemi parë vetëm nëpër filma, po normalisht thonë që kjo kontratë që kemi lidhur me shtetin shqiptar diku në 98-ën, ne nuk e duam më këtë kontratë. Duhet të ribërë. Dhe duke zhbërë këtë kontratë, ti heq gjithë autoritetin e shtetit, pra shteti sipër ekziston sepse është kjo kontrata. Po, nëse ishte kjo kontrata, shteti nuk ekzistonte. Patjetër, heq autoritetin dhe legitimitetin. Ti heq autoritetin, heq legitimitetin dhe e shikon tjetrin tashmë jo si pjesë e zgjidhjes, po e shikon si pjesë problemit. E qartë. Pra, këto numra në parlament, që janë numra në parlament, ti mund të kesh numra në parlament, por vullneti i popullit poshtë është duke ndryshuar. Dhe siç është duke ndryshuar vullneti i popullit poshtë, ty të ikin ato këmbët edhe karriket e pushtetit ngadalë. Ky është perceptim se që vullneti po ndryshon, duhet kemi prova që ta themi këtë. Po ndryshon. Po provat janë zgjedhje parakoshme. Për shembull, një provë mund të jenë zgjedhje. Për ta parë, për ta matur. Një provë për ta matur janë zgjedhjet. Por fakti që aty janë njerëz duke dalë ditë për ditë për 40 ca ditë, domethënë 41 ditë sot, tregon që nuk është normale kjo. Kjo nuk është si ato protestat e më përparshme. Është diçka që është diçka ndryshe dhe po them, kur ti shkon në protestë dhe shkon dhe vazhdon për një kohë të gjatë dhe krijon këtë frym, mos kujto se po themi është diçka e cila edhe sikur të mbaroj protesta nuk ka lënë gjurmë, ka lënë gjurmë. Dhe ne jemi prezent në familjen e çdo shqiptari është futur protesta. Në familjen e çdo shqiptari protesta është futur brenda në shtëpi. Pra, të merr gruaja thot, hajde dalim protestë. Apo të thot nëna çfarë u bë në protesta, gjyshja, apo të pyetën tjerë, pra në gjithë këto gjëra të tjera, pra tregon që është duke u transformuar shoqëria shqiptare dhe ne jemi në një proces të transformimit të shoqërisë shqiptare, e cila po kupton që mënyra se si ne kemi funksionuar deri më sot ka degeneruar dhe tashmë është krijuar problem